U lind në një familje bujqish patriot nga prindrit Marie dhe Gori Doko. Për pak vite, i ati ka shërbyer si prist i fshatit, Grigoshin Papa Grigori. Nauni ishte vëllai i vetëm dhe fëmia i 7 pas 6 motrave. Pas vitit 1917 përdorë si mbiemër zyrtar Llagapin Pristi. Në 1903-1904, 70 është nxënës i shkollisë greqisht në Livosh. Në 1908 është nxënës si mësonjtor shqipe në Livosh. Në 1912 është nxënës në gjysmë gjimnazi greqisht në Manastirin Arvaniqi. Në 1914 është shogjer në dyqanin e Thomamitsit në Rrogëqepsi në qytetin e Firit. Në 1916 nxënës në kursin pedagogjik të Elbasanit. Në 1917 mësues në shkollën hap shkollën e parë shqipe në Zharnes të Lushnjës. Në 1919 arrestohet nga italianët dhe burgoset në ishullin e Sazanës. Në 1920 në qershor komandon një formacion luftërak me vullnetarë nga Mizëtia në luftën e Vlorës kundër italianëve, ku edhe plagosët betejën e Bunavisë në Vlorë. 21 në mësues në shkollën e fshatit Ngurën të Lushnjës. Në 22 mësues në shkollën e fshatit Marinës të Firit. Në 23-24 mësues në shkollën e qytetit Lushnjës. Në 24 maj qershor përsëri me armë duke mbrojtur qeverinë e Fanolit nga Vlora në Tiranë. Në 24 nëntor me forcat qeveritare lufton sërish në kotrat e Prishkës. Në 10 orë të 24 emigron jashtë Shqipërisë me Nolin dhe gjithë nolishët e tjerë nga Kura Kuqi e Shokëve.